Në institucionet e arsimit parauniversitar në Bashkinë Maliq po vijojnë punimet për përmirësimin e ambienteve dhe krijimin e kushteve të përshtatshme për nxënësit për vitin e ri shkollor 2026-2027. Në një pjesë të konsiderueshme të shkollave përfshirë institucionet në Maliq, Libonik, Zvezdë, Zëmblak, Burimas, Gorabardh, Pirk, Podgorie, Lozhan dhe Orman, punimet e lyerjes, riparimeve të ambienteve, dyerve, tavolinave dhe karigeve kanë përfunduar. Sipas koordinatorit në sektorin e arsimit Meti Beçoku, puna po vijon intensivisht me synimin që ndërhyrjet të përfundojnë në kohë dhe të gjitha shkollat jenë gati për nisjen e vitit të ri shkollor. Kemi marrë të gjitha problematikat e çdo shkolle dhe ka filluar punimet në çdo shkollë. Edhe ka ndërhyrje në lyerje, në panga, në disinfektimi i çdo shkolle që kemi bërë. Në shkollën e Sovjanit është pothuajse po bëhet çdo gjë nga e para, kacatia në rrethimet. Punimet përfshin kryesisht me remetime, lyerje dhe riparime të ambienteve të brendshme, si dhe mirëmbajtjen e dyerve, tavolinave dhe karigeve, me qëllim garantimin e kushteve sa më të përshtatshme për nxënësit dhe stafet pedagogjike. Ndërkohë, në disa institucione të tjera, mes tyre Shkolla e Bashkuar Rëmbec, Shkolla e Mesme Plas, Shkolla e Bashkuar Sheqeras dhe Shkolla 9 vjeçare Sovjan, punimet janë ende në proces.